Me juve do t'jem unë Lume Berisha, ndërsa në episodin e sotëm do të flasim për një forcë që nuk shihet shpesh, por që mban botë të tëra mbi supe. Është kjo forca e një nëne e cila kujdeset për fëmijë me çrregullim të spektrit autik, e cila ka vendosur të mos hesh përballë padrejtësive dhe paragjykimeve, por megjithatë ajo ka vendosur që zërin e saj ta kthej në këngë. Është fjala për zonjën Arta Bajrami, një këngëtare dhe një nën e cila thot se dashuria nuk ka diagnozë. Andaj unë juftoj të jeni me ne. Zona Bajrami, faleminderit shumë fillimisht që jeni këtu me neve, që keni ndarë kohën të jeni në studion e Radio Kosovës, vërtet e vlerësoj. Faleminderit Lume shumë për ftesën. Kënaqësia imja gjithmonë të jem diskutojmë tema të ndihshme dhe aktual reale. Gjithsesi, fillimisht, mund na tregoni ju lutem se si u ndjet në ato momente kur morët lajmin apo kur morët diagnozën se fëmijët kanë çrregullim të spektrit autik? Nuk muj me thonë lirisht flas prej kondit një nanës, do me thonë nuk ka qenë e lehtë as pak. Çdo realitet, çdo e vërtet e hidhur dhemb, kuptohet, por ai ka qenë fillim që si prind normal ndoshta me kohën s'kom desht me besu, në faktikisht unë edhe ma herët i kum pas paka shumë dyshimet e mia për shkak se unë i kum monitoru fëmijët e mi qysh prej t'vogël, edhe kum pa pak diçka ndoshta ndryshim krahasim me vajzën e madhe, dhe kështu që normal i kum dërgu me njëherë te profesionistët, edhe ka qenë e mirë që doktorat në përgjithësi unë kam mirënjohje për ta që kanë ditë që ma spjegu, me kuptu realisht çka është autizmi, jo me marrë si panik, sepse çdo prind unë e shoh shumë tash në rrjetet sociale shumë po kanë panik, a e kanë fëmin me autizëm. E që kjo realisht nuk ish dasht mu largu, sepse fëmiu autik ka shumë potencial. Dhe më thonë, është një diversitet, një botën vete, që na si shoqëri du të mi akseptu qashtu qysh janë, e me punu me ta, sepse bota është vetë diversitet. Nuk jemi vetëm ne qenje në këtë botë, kështu që duhet me pasën për krejt kategoritë mirë kuptim, për krahje, mbështetje të madhe, si nga shteti, si nga shoqëria. Ashtu zhvillohet edhe shoqëria shkon përpara dhe bota është më e mirë. Në ato momente, çfarë emocione ju kanë përcjellur, frikë, pasiguri, frikë ndoshta financiare, apo të gjitha këto kanë qenë bashkë? Po, e vërtet është e dashur ajo gjitha ato sfida i kom mendu, por unë flas prej këndit tim. Çdo gjë që më ndodh, si e mirë si e keqe, e marr realisht kështu është jeta. Mas pari nisna prej asaj pikpamje. Do të thonë çfarë do gjendje, çfarë do që më ndodh diçka si në profesion, si në jetë, si në familje, do të thonë unë e akseptoj, edhe mendoj tash hajde qysh me mujt me bo diçka më mirë. Po kur me negativitet, kur me depresion, do të thonë gjithmonë tu menu të mirën më të mirë, sepse nëse vetë prindje e aksepton, edhe mund me nën mirë, pozitivisht, sepse krejt du të me fillu mas pari pe i prindit. Më thonë, prindit du të mu punu me prindin, mi fol prindit, realisht me kuptu prindit, me çka ka të bëj, çfarë gjendje ka të bëj me fëmijën e vet, e ashtu mund të mi ndihmu fëmijës vet sa ma lehtë, sa ma mirë mu zhvillu ai fëmijë, sepse aty ku ka pozitivitet në familje, harmoni, ai fëmijë ka mu zhvillu shumë lehtë, edhe shoqëria besoj ka me pranu shumë ma lehtë, sepse krejt varet prej prindit, prindrit du të me qenë të hapur, jo paragjykuse dhe jo do me thonë mi mshef fëmijët, po sa ma shumë mi angazhu, mos me pasën, shme thonë marrë ose ndrojtje, mos me pas për fëmijën e vet, sepse ai fëmijë i takon asoj shoqërie. Edhe kjo është, do me thonë, unë e kom pranu, e ceka ma ka thonë Zoti një forcë, më me thonë edhe e di që veç prej Zotit e kam atë forcë,
edhe unë jam kështu edhe në jetën e përditshme, si e vogël, si fëmijë më kanë gjithë, si në shkollë, si kreti kom pranu sfidat, jam kanë këmbgulse, edhe gjithmonë kom pas qef me te kalu qa sfidë. Qysh me mujt me te kalu? Gjithmonë këta mision e kam në jetë. Të ndalim edhe pak tek prindrit, sa pra janë prindrit e hapur edhe sa ata interesohen që ta kuptojnë tamam se fëmijë i tyre është më ndryshe, ka një çrregullim do më thënë të spektrit autik, sepse orta po a parashtroj këtë pyetje, mua po më duket se e kuptoj që është e vështirë të pranohet edhe gjitha këto, por nëse është, pse a nuk ka ndoshta informim të mjaftueshëm, pse nuk e marrin tamam informatën e vërtet, ta pranojnë në fakt informatën e vërtet. Me thonë të drejtën, normal, si popull po flas, gjithmonë kemi qenë pak a shumë paragjykues, domethënë edhe kur ka pas çfarë do lloj gjendje të fëmijët me ndonjë nevojë të veçantë, domethënë duke i përfshirë gjitha kategoritë, domethënë ka pas kësi që po ajo veç i ka bo dëm atij fëmijë, domethënë nuk u zhvillu ai fëmijë që duhet, krejt për shkak të këtyne paragjykimeve. Krejt për mos, që po thuti, mos informatave. As prindi, domethënë, s'është informu qysh me trajtu qatë fëmijë, qysh me zhvillu qatë fëmijë, sepse për të mirën e tij edhe për të mirën e prindërit është. Prandaj unë mendoj që për çka do, edhe me një fëmijë me zhvillim neurotipik mundet me pas një problem, diçka në shkollë, në lan, diçka gjithmonë punohet në çat drejtim, njëjtë është edhe me fëmijët me autizëm, edhe kategori tjera çka janë, domethënë prindi duhet me gjetë problemin ku është, me lexu sa më shumë, edhe me marr informata sa më shumë, edhe me punu në drejtim sa më herët çaq më mirë është. Po edhe mi kërku drejtat e veta, domethënë çka i takon, meqense se unë jam këtu sot e ftuar për të flas konkret veç për autizmin, kështu që do të flas si kategori për autizmin, domethënë autizmi nuk është i përfshim në ligjin e nevojave të veçanta, edhe kështu që ai ligj është ende vetëm projekt ligj. Unë kisha apelu që të bëhet një ligj adekuat enkas për autizmin, për shkak se ai ligj i mbron edhe gjitha ato shërbimet e terapive, kostot financiare që ju kushton familjes, i mbron. Nëse nuk e kanë atë ligj, nuk janë të mbrojtur nga ai ligj, domethënë, nëse Domethënë fëmijët nuk janë të mbrojtur. Nëse nuk janë të përfshim në një ligj ose në atë ligjin projekt ligjin, po unë kisha propozu, kisha apelu që të jetë një ligj i veçantë për autizmin. Dhe të ketë mbrojtje edhe prindje, të paguhet si kujdestar, domethënë të llogaritet si kujdestar i atij fëmiu, sepse realisht ashtu është, sepse ai njëri prind gjithmonë duhet të largohet nga profesioni i tij, që të merret 24 orë me një fëmijë autik, sepse një fëmijë me autik është 24 orë punë pa pushim, domethënë, është në gjitha aspektet, në terapi, në shkollë, në shtëpi, në qytet, gjithkon. Kështu që është angazhim maksimal. E prindrit me të vërtet e kanë barrën më të madhe, si për kujdesjes, si gjendjes financiare. Domethënë kjo është e patolerueshme. Kështu që shteti duhet automatikisht menjëherë sapo të formohet qeveria me votuar projekt ligj, me fut një ligj të veçantë për autizmin, edhe sa më shpejt t'ju lirohet barra. Pra mandej të punohet edhe më shumë në profesionist, në për shkolla, sa më shumë të angazhohen asistent të certifikuar, sepse fëmijët me autizëm duhet mi përfshi në për shkolla normale, në për shkolla të rregullta, jo vetëm shkollën speciale, sepse na kemi një shkollë speciale për parimi, ke ndëgju lume sigurisht. Po aty ka mungesë të stafit, edhe mendoj që nuk duhet mi kategorizu të gjithë, sepse autizmi është spektër shumë i gjerë. Është shumë spektër i gjerë, domethënë ki shkallë të ndryshme, ki që zhvillohen shumë shpejt, për ju vynë edhe pak ma shumë, kështu që nuk bën mi kategorizu se mujnë me psu ngecje, me kategori që janë pak ma mbrapa, kështu që ata që janë ma përpara duhet mi jap shansën, mundësinë me shku në për shkolla normale, mu inkuadru në shoqëri, mu socializu, edhe ashtu zhvillohet, edhe mendoj që edhe për shtetin është ma mirë, si mos me pas si faktikisht e ka obligim normal, po kur një fëmijë trajtohet prej herët, ai
mundet më pavarësu edhe me punu dikon edhe një punë ta ketë. Jo vetëm të mendohet për këtë pjesën e saj në shkollë, sepse problemi më i madh ka me qenë edhe kur të bëhen adoleshent. Po. Domethënë ne nuk kemi zgjidhje absolutisht kur të bëhen adoleshent me këta fëmijë, çka bëhet. Prindërit normal që bëhen më të moshuar, nuk e kanë forcën, nuk e kanë ndoshta as shëndetin më kujdes për ta. Ku janë ata kujdestarë që kanë më kujdes për këta fëmijë? Kush i dërgon ndonjë punë ta keni përfitim ose diçka? Më thonë, du të më mendu pastaj, jo vetëm të mendohet një rezidencë, faktikisht as rezidenca nuk është, Nuk është, po. është fol për një rezidencë nga ky Halil Kastrati që e ka marrë iniciativën, ai e ka një iniciativë shumë humane për shkak se fëmijët autik që kur mbesin pa prind, mujnë aty mu trajtu. Po. Ajo është një mbështetje e madhe, po unë po flas edhe për që të inkuadrojnë shoqëri edhe të ndihen të barabartë. Ç'ka është më rëndësi, domethënë shoqëria do të mi trajtu të barabartë. Arta, nëse një fëmijë me autizëm trajtohet pikërisht ashtu siç edhe ka talentin, çka do të mund të arrijnë? Ti inkurajojmë pak normalisht edhe prindërit, por normalisht edhe bartësit e institucioneve që domethënë të jenë më serioz edhe të jenë ndoshta më të vendosur kur flasim për një fëmijë me autizëm. Unë tash nuk mundem faktikisht me fol për një fëmijë autik kur t'i bën një moshë caktuar sepse nuk e kanë arrit fëmijët e mi ende atë moshë. Fëmijët e mi janë djali 9 vjeç dhe vajza 8 vjeç, janë në shkollë, kështu që duhet m'ja zbulu prej tash talentin, me kqyr gradual, ku po kam mujnë me shfaq talentin ndoshta edhe më vonë, jo më njëherë, po duhet punohet gradual, duhet më punu mësusja, duhet më punu asistentet, pastaj psikologja, krejt domethënë do të jetë një unaz e përfshirë që të shohim se ai fëmijë ku po ka potencial më shumë, pastaj të punohet në drejtim. Po ka raste shumë, unë kam edhe një mike time që e kemi bashkë themelu shoqatën, e ka djalin në shkollë të mesme dhe ai ka arrit shumë sepse është punu në atë drejtim ku ka aftësi. Unë kisha dashur të jetë joni shembull për gjithë fëmijët tjerë që fëmijët autik janë potencial, vetëm duhet të punohet me ta, të merret seriozisht ai plan individual që ju hartohet që të jetë shumë profitabil, jo të jetë vetëm një plan gjithë përfshirës, kështu po mendoj, i zakonshëm, po të ketë diçka lami të ndryshme çka mundet me pasën që shkon diçka në të mirën atij fëmijës, zhvillimin e tina, çka i ndihmon realisht. E sa është e informuar shoqëria jonë në këtë rast? Cili është mendimi juaj? Për autizmin mendon? Po, gjithsesi. Tash, unë me thënë drejtën, kur kom dalë vetë publikisht kom fol, kom pa një lirshmëri dhe një mbështetje te unë, do me thonë shumë prind e kanë një vetën të lirë dhe kanë fol për fëmijët e tyre. Do me thonë, aty është vërejtën që e kanë pranu, shumë prind i kanë pranu fëmijët e vetë. Ka raste që ende nuk i pranojnë, nuk muj me akseptu. Po ti s'mundesh mi ik realitetit. Unë ku marr jashtëzakonisht telefonata edhe marr non-stop më shkruajnë, po sidomos që ato momentet kur e kom publiku, më thanë kom marr për krejt anën pa botës ku ka shqiptar, përpos Kosovës e Shqipërisë po flasi jashtë ku jetojnë, kom marrën telefonata e pyetje, e kanë gjetë një farë mbështetje sepse ju kom me të vërtet jam ndi shumë keq kur e kom vrejt që nuk jam normal e vetmja, po kur e kom pa që aq numër i madh, edhe do të thonë s'kan guxu me fol për fëmijët e tyre. Që kjo për mu u ka diçka një ndjenjë e papërshkrueshme që e jom një shumë e zhgënjyme pse ata fëmijë, pse ata prind mos me dal e me i kërku drejtat e fëmijëve tyre çaj ju ta kanë. Edhe sot e kësaj dite janë këto probleme. Do të thonë, unë jam pjesë e një grupi në Viber ku jemi një numër i caktuar i prindërve. Edhe shoh aty shkruajnë informata ndryshme, zakonisht flasin për suplemente, për doktor të ndryshëm, nuk punohet, nuk kanë vullnet për me lobu për ligjin, çka ju takon që ato shërbime, pastaj flasën për ato medikamentet, sepse medikamente ka me pas në stop, por autizmi nuk është sëmundje, e dim këto, është gjendje, kështu që ma mirë është me lobu ata për ligjin që ju të kanë drejtat, që me pasën të ardhura mi dërgu në për terapi, sepse terapia mas shumë t'ju ndihmon.
Gjithsesi, para se të dalim tek terapia, do të flasim se pak a shumë se sa ju ka ndihmuar edhe fëmijëve tu terapia. Do të ndalim tek një temë arta mjaft e ndihshme, që kohëve të fundit në vendin ton ka dalë disa apo një konspiracionist i cili shpërndan teori konspirative se gjëja se e shëron autizmin, fatkeqësisht disa prindër, në numër i prindërve i kanë besuar edhe kanë pranuar që fëmijëve të tyre t'ju japin barëra që sipas veterinerëve i trajtojnë kafshet me ato barëra. Faktikisht, sipas atij, do më thënë, ju largohen parazitët prej trurit. Si do ta komentonit ju këtë situatë, edhe cila do t'ishte thirrja juaj drejt atyre prindërve që faktikisht pranojnë ta trajtoj fëmijën e tyre një dikush që lere më që s'është profesionist, por edhe shpërndan informata të gabueshme. Po. Me të vërtet, unë jam habit, unë për vetën nuk isha guxu me bo as eksperimente, unë e kuptoj që prindi lyp i laq për fëmijën e vet, kërkan që kudo që mundet. Mirë po si nuk bën si që thekët e jo profesionistët. Do t'jetë diçka legjitime, diçka atëherë me provu atë barë, çka do që është ai, nëse e vërteton shkenca që ai barë bën edhe për fëmijët, nëse është problemi parazitët apo çka do, po unë nuk e mendoj ashtu sepse Do në tru nuk do s'ka parazitë. jo, sepse unë i besoj vetëm shteteve të zhvilluara, siç është Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ata nuk e zbulojnë diçka për autizmin, këtë e kemi ne tjerë, të mundomi prej këtyne njerëzve individual që ka janë individ të ndryshëm që dojnë për përfitimet e tyre, mi mashtru prindërit, unë ju kisha bo apel prindërit, mos bëni eksperimente, pritni derisa të del diçka adekuate, legjitime, jepni një vitamina, mundoheni me terapi të ndryshme, një jetë ma të shëndetshme, një socializu, që ajo i vynë, të lobojmë për ligjin që po na vynë për këta fëmijë, që kjo është shumë e rëndësishme, numër 1 është kjo, sepse ajo i heq për riceki gjitha kostot që ju kushtojnë prindërve për trajtimet e ndryshme, sepse çdo fëmijë i ka ato shpenzimet e veta individuale, domethënë caktuese. Edhe kështu që kjo është, unë për veti e ceka, ka qenë edhe një barë tjetër që është për hap, është faktikisht në botë, është lukovorin, është një acid folinik, edhe ato janë t'u ja dhanë shumica pisha dhe pa përshkrim të mjekut. Unë për veti A është i mirë? nuk e di, disa po thonë që ka pas efekte, po disa sepse ai nuk është faktikisht për gjithë njerëzit. Më thonë, është shpjegohet kështu në mënyrë medicinale që nëse ka antitrupa ose nëse s'ka kështu diçka, plus do të mu ju bo një test shumë i kushtueshëm është fra testi, nëse si bëhet ai është gabim ja dhon pa atë test. Kështu që unë po them po shoh që prind shumë po rrezikojnë. Janë jashtëzakonisht të rreziku. Edhe kështu që unë për veti kam qef tu pa, tu bu, me këqyr, Edhe çka po mbaret se vjen, çfarë rekomandon shkenca. edhe çka rekomandon shkenca, diçka reale, që kjo kisha thonë, e jo me bo aksi eksperimentet me fëmijën e vet, sepse mandej do t'ju kushtoj shumë. Do me thonë, nuk ka qenë veç ky rast, ka qenë edhe një tjetër doktor që ju ka thonë injeksione të ndryshme, edhe krejt prind kanë nga me shku, mi ja dhon fëmijëve ato injeksione. Edhe që janë, do më thënë, kostot e larta me mijëra euro ju kushton. Ju kanë kushtu shumë. Po, edhe pa rezultat fatkeqësisht. E nderuar, na tregoni pak a shumë për terapinë që e bëjnë fëmijët e tu, edhe sa ju ndihmon një terapi e rregullt natyrisht tek një profesionist që Po. Unë fillim, kur kom fillu me fëmijët, kom mendu që disa muj mjafton edhe kanë mu rregullu, kanë mu zhvillu shpejt mirë, por terapia duhet me kanë, mendoj, jetësore e vazhdueshme. Për këtë çështje unë lëboj që të bëhet ligji, për shkak se kjo terapi është e vazhdueshme. Nuk është vetëm 1 muj, 2 muj, 3 muj, po duhet vite. Do thonë non-stop të punohet sepse fëmijëve me autizëm ju vjen non-stop stimulim. Duhet non-stop të stimulohen. E atë stimulim din me bë profesionistët që kanë kryer shkollë, psikologët e ndryshëm ta bëjnë atë punë. Prandaj unë mendoj që është shumë ju ndihmon jashtëzakonisht në zhvillim të trurit, në pavarësim, në marrjen e komandave, gjitha këto. Fëmijët e mi
fatmirësisht terapisë janë këtu në këtë progres ku janë, domethënë. Ka shumë punë për të bërë, po unë mendoj që terapia shumë ju ka ndihmu. Po, e kanë terapinë e shpesht, edhe sa është e kënaqur psikologu ose psikologja që, domethënë nuk e di me kë i trajton, por sa është e kënaqur me përparimin e tyre. Normal, fëmijët me autizëm e kanë edhe atë ndjenjë, ndonjëherë janë një ditë e kanë më të mirë, një ditë e kanë më të keqe, muj me thonë kështu, pak pa disponim, sikur na vetë njerëzit që jemi. Një ditë jemi mirë, një ditë jemi bashkë mirë, kështu që ka raste kur janë shumë mirë, ka raste ndoshta pritojnë ça ditë pak me punu, sepse normal edhe ju bëhet pak monoton, por çfarë është me rëndësi është që do ta kenë rutinë, edhe për ta veç ju bën mirë. Kështu që ata e shohin që ka progres edhe non-stop domethënë bëhet një farë raporti 6 mujor, realizohen objektivat, nëse janë arrit ato objektiva, vendosen objektiva të reja, kështu shkon me terapi. Vitin që lan pas, si mungesë e mjeteve financiare që t'ju ndahen, domethënë përfituesve social, ju bët një letër publike, a mund të rikthemi pak të ajo letër, sa pati fuqi edhe sa domethënë ndikoi tek përgjegjësit të rregullohet pak sa situata? Unë si një nane kom pa të arsyeshme me reagu krerëve kryesor të shtetit, por me qenë se jemi në gjendjen çfarë jemi, domethënë ende s'është formu qeveria as kur gjo, kështu që unë e kom bo veç si një thirrje publike, që të dihet kom pas shumë thirrje, shumë ftesa, oferta prej gjitha televizioneve, edhe nga Shqipëria, nga Kosova, Deutsche Welle, CNN, domethënë shqiptar, që të flas për këtë, po unë nuk kom desht me vazhdu tutje. Domethënë reagimi im ka qenë aty ka mbetën, e kanë pa, kështu që mbetet në përgjithësi të institucioneve përkatëse të veprojnë sa ma shpejt që është e mundur. Qa do të donit që të dinin më tepër qoftë shoqëria edhe qoftë familja kur është në pyetje spektri autik? Faktikisht, une kom formu një shoqat timen që thirrët lobimi për autizëm. Jemi 4 prindër. Jam unë, është Valbona, është Qëndresa dhe Arbeni. Jemi prind, më thonë sepse për me formu një shoqat dush me qenë prind i provuar, dhe më thonë ta kesh një fëmijë me autizëm, edhe ka qenë ideja e Valbonës, ta formojmë, dhe më thonë ne e kemi si mision të lobojmë sa ma shumë për autizmin që të prindërit, të shoqëria në përgjithësi, edhe ky është misioni jonë, derisa ta realizojmë, pastaj kemi synim edhe të hapim ndonjë qendër ndoshta, po me mbështetje të shtetit, të komunës, të ketë një qendër për multidisciplinare normal, po kryesisht është fokus sporti edhe arti. Pikërisht aty ku ndoshta edhe tregojnë më tepër interesim. Të ketë kreativitet për ta, kështu që kjo është misioni jonë. Unë mundona sa ma shumë t'jem shtyse të loboj për këtë kauz, edhe kështu që e kam si mision edhe e ndjej që duhet ta bëj. A mendoni të fokusoni vetëm në Prishtinë apo do të zgjeroheni edhe në komuna tjera? Fillimisht në Prishtinë, pastaj shohim. Si janë mundësitë, si janë përkrajet, duhet përkraje jashtëzakonisht e madhe financiare, për shkak se nuk bëhet ndryshe, duhet kemi staf profesional, kështu që po besoj që me një vullnet të mirë kemi mi arritën. Vetëm edhe diçka në për shkolla, sa mendoni që ka asistent të fëmijëve me aftësi të kufizuar? Gjithmonë duke u nisur nga përvoja juaj. Normal. Mendoj që nuk është gjendja qaq mirë, dhe më thonë ka mungesa të shumë, të prindrit kanë probleme, shumica ndoshta i marrin edhe privat, që i paguajnë vetë. Ka mungesë numrit asistentëve, kështu që ish dashtë edhe kjo me qenë, edhe ish dashtë mirë me qenë të profilizuar, certifikuar në atë drejtim, të jetë një pedagogji speciale kisha me qujtë kështu diçka, edhe kështu që duhet mu punu sa ma shumë, sepse fëmijët e kanë drejtën e shkollimit tyre,
edhe kanë drejtën shoqëri, edhe kështu që ata fëmijë duhet patjetër ta kenë një asistent nga shteti. Mësuesit a kanë trajnime të kësaj natyre? Edhe për mësuesit kisha apelu që gjitha shkollat ti trajtojnë, domethënë një mësues ta ketë edhe një trajnim gjithsesi për sa i përket për nevojat e veçanta kategorive të ndryshme të ketë një trajnim për shkak se gjithmonë do të ketë një kategori të ndryshme të fëmijëve në klasë. Kështu që ai mësues duhet të trajnohet detyrimisht. E kisha bo apel gjitha shkollat. Sepse është të mirën e mësuesit edhe i ndihmon fëmijët sa më shumë të zhvillohet. Po, cila do të ishte një këshillë juaja apo një mesazh i yti që e drejton qoftë për institucionet, qoftë edhe për vetë prindërit dhe familjet. Besoj që për institucionet do t'i bëni apel për ligjin, por a ka dhe diçka tjetër që juve si prindër, domethënë ju shqetëson për te i ligjit, edhe çka po shet tek prindrit, tek familjet, ndoshta që do duhej që ata të vyheshen më tepër në lëvizje kur është në pyetje fëmiu i tyre. Po, ligji është numër 1 siç e ceka, po duhet pastaj të ketë hapësira sa më shumë edukative për fëmijët me autizëm, të ketë sa më shumë hapësira, të ketë qendra të ndryshme, sepse me të vërtet ka nevojë shumë. Pastaj të ketë porçet më shumë, të ketë ambiente të përshtatshmërisë sa më shumë që ta gjejnë veten lojra të ndryshme, aktivitete sportive, gjithçka të ketë që të kanë prindrit ku t'i dërgojnë, se me të vërtet është shumë problem me marrë sot një fëmijë me autizëm, me dërgu dikon, me relaksu dikon, ku i përshtatet, ku e njinaj vetën rehat. Këto du të mi mëndu shteti krejt, du të me pasën profesionist në atë fush, me mi mëndu këto gjëra, sepse nuk është në rregull një prind gjithmonë me majtë mbyll një fëmijë me autizëm ose me qu veç deri në park me kthye te shtëpia, sepse s'ka ku e dërgon. E s'po flas për të ardhurat elementare që i vyjnë për terapi. Domethënë këto është urgjent, është gjendje urgjente që duhet me mëndu këtë pjesë. Të nderuar miq, kur një nën flet, shoqëria duhet ta dëgjoj. Gjithsesi, e nderuar Arta, më po të falenderoj shumë, sepse historia jote gjithsesi na kujton se çrregullimi i spektrit autik nuk është fundi i një rruge, por vetëm një fillim i një rruge më ndryshe, me më shumë sfida natyrisht, por edhe me më shumë dashuri. Kështu që unë po të falenderoj shumë për forcën që tregon, për realitetin edhe për gjithë këshillat që i ndave me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. E vërtet, faleminderit shumë për këto fjalë dashur. Inshallah shpresoj që gjithë prindërit të jenë vigjilent edhe të bashkëpunojnë atë mënyrë aty ku jam une, ku ju ftoj, të jemi bashkëpunues në këtë aspekt për të mirën e fëmijëve tonë, sepse me të vërtet ne si prind duhet të ngritemi për ta. Nëse ne nuk ngritemi, nuk ka mu ngrit askush. Kështu që të bashkohemi edhe mos t'jemi shumë egoist në atë aspekt, se ka raste ku pa edhe prind që po jam pak egoist edhe po shprehin dije në raste të caktuara, mirë po kur gjë nuk po kontribuojnë në zgjidhjen e një problemi që është më kryesor i ligjit. Kështu që unë ju bëj apel, bashkohemi aty dhe të vazhdojmë përpara. Faleminderit shumë.